Po ushtrimi Defender Europe 25 është jashtëzakonisht i rëndësishëm për vendin tonë, jo vetëm për faktin që vendi ynë do të jetë vend pjesëmarrës me trupat ushtarake të FSK-s në këtë ushtrim, jo vetëm për faktin që ne do të jemi në mes 18 vendeve nikosire të këtij ushtrimi, por edhe për faktin që këtë herë, për herë të parë, ushtria e Shteteve të Bashkuara për Evropë dhe Afrikë ka besuar në Republikën e Kosovës, në institucionet tona dhe në ushtrinë e Kosovës që të vendos pikërisht në Kosovë, në aeroportin e Gjakovës, komandën taktike të divizionit 28 të Këmsërisë, komandë e cila do të komandoj me të gjitha brigadat që do të zhvillojnë ushtrimet në regionin e Ballkanit. Ushtrimi Defender Europe 25 është ushrimi më i madh vjetor që organizohet nga ushtria e Shteteve të Bashkuara në kontinentin e Evropës. Këtë vit marrin pjesë rreth 25.000 trupa nga 29 vendet të NATO-s dhe vendet partnere në 3 zonat të ushtrimit. Kosova me FSK-n do të marrë pjesë në këtë ushtrim parafërsisht me një numër prej 1.000 pjesëtarësh, cilët përveç në Kosovë që do të jetë numri më i madh i pjesëtarëve të FSK-s që do të ndjekin aktivitetet e ushtrimit, do të dislokohet dhe është dislokuar tani më edhe në Shqipëri, Maqedoni të Veriut dhe në Kroaci. Kjo me të vërtetë e gjitha tregon për besimin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë në Republikën e Kosovës, e thashë më herët, edhe në aftësinë e institucioneve tona për të mikpritur një ushtrim të përmasave të tilla. Për ne, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partneri ynë kryesor strategjik, sidomos partneri kryesor strategjik me të cilin bashkëpunojmë në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Ne dihet që me 13 maj kemi nënshkruar një marrëveshje që quhet SISMOA dhe që adreson çështjen e informacionit të klasifikuar dhe aspektit të teknologjisë, kurse me 13 qershor është planifikuar që të nënshkruhet në Pentagon nga unë dhe përfaqësuesit e Departamentit të Mbrojtjes, marrëveshja kornizë mbrojtjes, marrëveshja e parë e tillë që bëhet në mes të Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pavarësisht që shtetet edhe kur janë në atë stadin më të mirë të partneritetit mund të kenë mospajtime në çështje dhe aspekte të caktuara, ne me SBA-t po zhvillojmë, thellojmë dhe zgjerojmë bashkëpunimin jashtëzakonisht shumë. Përveç që është mesazh politik që Shtetet e Bashkuara partner tonë, por edhe ne si Republikë japim për regionin dhe botën që Kosova është një vend stabil, një vend i denj për të mirëpritur edhe mikpritur organizime të tilla, është edhe një mundësi që njësitë tona ushtarake të ndërveprojnë me njësitë e NATO-s dhe që përmes ndërveprueshmërisë ne zhvillojmë aftësinë që në rast se kërkohet që njësitë tona bashkë me njësitë e vendeve të NATO-s të zbarkojnë dikun për ndonjë mision paqërorës, gjë që edhe ka ndodhur, që të kemi përgatitjet e nevojshme. Por gjithashtu kjo tregon edhe për besimin që mes tjerash NATO, vendet e NATO-s kanë në profesionalizmin e ushtrisë sonë, në doktrinën që e përfaqësojmë brenda ushtrisë sonë, në sistemin tonë të planifikimit, por edhe në blerjet ushtarake që i kemi të gjitha sipas standardeve të NATO-s.